është një ëndër kjo, do ta realizoj unë, do mundohem po, kur do jepem jo, dhe shumë vështirësi, kur unë ti kaloj. Do të jem si një zonë që nar do flu. Okej, lajmi i parë dhe i rëndësishëm me çfarë më vjen? Lajmi i parë, siç thash edhe në fillim të emisionit që ka qenë një fundjavë ngarkuar politikisht, edhe Rama i mblodhi ekipin e vet në Lals, ndërkohë që opozita vazhdon me protestat për analistët e paanshëm të majt. Bën protestë për analistët e pamajshëm. Jo, pamajshëm të aftë. Analistët e paanshëm të majt. Kanë ngatruar protestën e opozitës ditës së djeshme me festimet për Nevruzin, duke qenë se ishin përdorur dhe fishekzare. Domethënë edhe pse keni të gjithë ju me këtë Nevruzin kështu? Ne nuk hedhim fishek zjarre ne edhe të Bektashinit. Jo, po them se si e kishin parë, domethënë këtë protestë opozitës, që është vërteta ishte goxha e zëshme. Por çfarë protestojnë tani, të lutem, përveç ironisë? Për çfarë po proteston? Se unë ti e di që nuk e kam qejf fare politikën, as jam i përfshirë fare, nuk më intereson. Domethënë, fund ditës çdo popull e meriton tërësisht qeverinë që ka. Jam shumë dakord. Edhe opozitën që ka e meriton tërësisht, edhe çdo meriton klasën politike. Çdo shqiptar, nëse do kishte mundësinë të ishte në kushtet e cili do lider, në cilin do ministri, drejtori, post. Mund bënim dhe më keq. Më keq, po është sigurt minimalisht do bëj kaq keq, domethënë. Un kam rreshtur suankuari për politikën shqiptare këtu e shumë vite përpara, kur arrita moshën e arsyes. Pra nuk më shqetëson fare, nuk më bezdis fare, nuk dua ta ngër fare zërin tim, jam i kënaqur se në fund ditës kjo është ajo që meritojmë. E vërtetë është. Edhe kur e ngritëm një herë zërin që ishin studentët, u manipuluan brenda 2-3 ditësh dhe kaq ishte historia e Shqipërisë. Po, është e vërtetë, po ka debat, edhe duhet merrem me politikë. Po si duhet të bëjmë çfarë? Duhet prodhojmë individ dhe duhet prodhojmë një kulturë masive që jo të merrem me politikën thjesht për ta komentuar atë. Mekanizmi kryesor është ky që komentimi është kritika, morali dhe komentimi i politikës. Ideja është o do reflektosh dhe do reagosh dhe do ngrihesh dhe do kërkosh dhe do krijosh trysni dhe do revoltohesh vërtet. Do krijosh një habitat që prodhohet. Po, dhe do krijosh një presion. Individ, grupe. Jo, dakord, po. Fillimisht duhet krijosh një lloj presioni të vërtet kundrejt politikës, po burr. Duhet vërtet të vendosësh një presion, është si një fëmijë nëse ke interes ndaj atij dhe merresh, do mësoj. Një fëmijë që ti e lë të lirë tërësisht s'do mësoj, do ulet në nota. Kupton? Edhe politika nuk është problemi vetëm i aktorëve politikë, është problemi sa llogari kërkojmë ne. Kështu që ne nuk kërkojmë llogari të mirë fill, ne bëjmë keq, politika rava është i keq. Rava. Okej, më bëj diçka, kupton? Nëse çfarë po opozita tani rast. Kjo është shumë e thellë, domethënë. Po, është e thellë, po është kaq. Shikoj, çdo gjë e thellë, po, mund të kthehet e thjesht fare. Mund bëhet e thjesht. Genialiteti thoshte kush e thoshte? Ylli Baga më duket se genialiteti është të kthesh gjërat shumë komplekse në gjëra shumë të thjeshta. Kjo është genialiteti. Okej. Ideja është ç'a kërkojnë, domethënë kërkojnë që të largohet Rama. Këtë kanë. Po më dakord të hiqje më burr Rama, si do ta të largohet Rama? Ikti se nuk fitoj dot, kështu fitohet? Po patjetër. Iku vëllazë, nuk fitoj dot. Unë kam problem dot. Po ti. Dakord, si ishte përfundimi i kësaj? Hodhën fishek zjarre. Përfundimi i kësaj ishte që kishte fishek zjarre, kishte nuk e di sa ato thon bomba molotov, nuk e di se çfarë janë këto gjë. Amo me këto molotova të burr. Ata thjesht janë shishe që mbarojnë nga qefi. Okej. Po pra. Okej, mrekulli, paçim fat, domethënë. Tjetër nga klima në botë, shumë vëmendje dhe absolutisht që dua dhe mendimin tënd. Donald Trump nga shtëpia e vet e pushimit në Florida ka thënë dhe i ka dhënë kohë Iranit deri sot, më duket, në darkë, që se nuk e di se si e ka i këto kur i vendos deadline-et, i ka orën amerikane. Okej. U the dhe ora është amerikane. Time is American. Absolutisht. Që duhet të lirojnë ngushticën e Hormuzit. Po kanë ngushtuar ata, kanë çfarë ti bëjmë tani si ta lirojmë ngushticën? Ai thot vetëm amerikanëve dhe armiqve të Iranit, gjithë tjerët kanë drejtën të kalojnë. Amerika dhe ndonjë anglez jo. Ndonjë anglez jo. Me vetëm ata kanë fakt, edhe gjithë edhe rajonin, në fakt se po u bie edhe këtyre
partnerëve bazave gjërat. Pra kjo është ideja dhe I ka thënë që në rast se ju domethënë nuk bëni lirimin e ngushtisës së Hormuzit, do godasim si thua aty ku prodhohet energjia dhe do e lë Iranin pa energji. Ndërkohë Irani ka thënë që në rast se ju godisni, ne do godasim këto vendet ku merret uji I detit dhe bëhet uji I pishëm, domethënë që është jashtëzakonisht është jetike. Domethënë po kërcënojnë dy palë dhe gjitha kjo vjen nga një status hera parë që një president domethënë nuk e bën një deklaratë me specialistët e tjerë. Pse se I ka bërë Trumpi blok, kupton? E vërtet është, po kjo ngjan si shumë situatë personale, domethënë ka qenë personale shumë. I mërzit, e ke parasysh 100%. Vjen ajo Melania aty I kërkon llogari për gjërat e këpër. I pagove lek të shkallës, bjeri Iranit. Çaj duke e ke parasysh atë tash 100 euro mos I lë shapkat atje. Interesante është. Edhe mërzitet ai edhe ke parasysh shkruan gjëra, kështu çka ka ndorë Iranin, Pas do luftë fshihet në femër, nuk e di pse fshihen kudo ato. Nuk I bie dot gruas, kupton, dhe bie një shteti të tërë, po. Sipas agjencisë Tasnim lidhur me Gardën Revolucionare Islamike, po ta them me këtë lajm, kushtet e vendosura nga Teherani thon për përfundimin e konfliktit përfshin garanci që përplasjet nuk do të përsëriten. Garanci do firmosim, nuk do ketë më kurrë. Premtoj. Kohë këntate, gjithashtu mbylljen e bazave ushtarake amerikane në rajon, më duken kushtet pamundura këto, kompensime financiare për Iranin, për luftën, kompensime financiare, thash, ndalimin e operacioneve kundër grupeve rajonale të afërta me Teheranin, vendosjen e një kuadri të ri ligjor në ngushtisjen e Hormuzit, si dhe ndjekjen penale të mediave që konsiderohen si anti-iraniane. Domethënë Irani tashmë pas ka kushte të jashtëzakonshme kur e mendon deri diku që nuk bën. Gjithsesi kam përshtypjen tek lajmet për sa I përket motit, duhet përmendim me patjetër një person që quhet Eri John Senko. Ai duhet të jetë ke parasysh atë shprehjen që jo të gjithë heronjt mbajnë si quhet ajo? Si ishte ajo? Marsup. Po quaj si duash. Jo të gjithë heronjt kanë nga këto veshjet e superheronjve, pra do ta themi shqip. Sepse një polic shkodran, Eri John Senko, nuk hezitoi të rrezikonte jetën e tij pikërisht për të shpëtuar një 59 vjeçare që ishte hedhur në lumin Buna për t'u vetvrarë. Polici është hedhur dje rreth orës 9:30. Është një lajm që doja ta përmendim me patjetër sot, sepse përgjithsisht ne shqiptarët kemi shumë thjesht të stereotipizojmë, grupojmë, ofendojmë në grup dhe mos harrojmë që brenda grupeve të caktuara që mund të ketë shumë arsye për tu stereotipizuar, sigurisht edhe policia, po kudo ka hapësirë për edhe ne në media kemi hapësirë, përveç nesh jemi shumë të mirë si polici, Eri Johnny. Megjithatë, pikërisht sepse janë të paragjykuar dhe stigmatizuar, duhet të kuptuar që brenda tyre për te keq funksionit të sistemit ka njerëz që kanë ideale dhe moral dhe shumë parime, një dorë trokitje për bravo qof nga Express. Bravo. Përshëndesim. Tjetër kisha për të thënë gjë. Ne nuk harruam të urojmë Sultan Novruzin. Urojmë. Janë rreth 300.000 tradicionalisht besimtar Bektashin në Shqipëri. Ndërkohë që sunit janë rreth 36% e popullsisë, të paktën sipas analizës statistikore më të thellë të bërë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë që është bërë në vitin 2020. Sa përqind janë sunit? Atëre, po të jap shifra zyrtare, origjina familjare dhe besimi praktik janë dy gjëra ndryshme. Në Shqipëri 60.9% të shqiptarëve janë sunit, pra musliman. Po, rreth 18 milion banor, domethënë I bie. 18 milion banor. Absolutisht sipas statistikave. Në Shqipëri, në gjithë botën aq jemi, të paktën 20 milion shqiptar, gjithsesi 36% prej tyre identifikohen si besimtar të mirëfillt sunit. Për sa I përket bektashizmit janë 12.6% që janë rreth po themi 300.000, prej cilëve 5.2% identifikohen si bektashin. Kemi të krishterë ortodoks janë 14.3%, 8%, po në fakt unë mendova se katolicizmi mund të ishte më shumë. 14.3% ortodoks, 8% janë identifikohen si të tillë, 11.5% katolik, 7.9% identifikohen si të tillë. Besim në Zot, por jo në fe. Që ka studim goxha interesant. Besim në Zot, po jo në fe. Pra, siç kanë qenë klasika shqiptar, po ka një Zot e para, kupton? 33.8%, pra në komuniteti I dytë më I madh. Dhe ateist, agnostik 7.2%, pra njerëz që nuk besojnë fare në Zot, që është shifër relativisht e lartë. Në shqiptarët ende vijojnë të jenë relativisht në shifra të larta për sa I përket besimit në një Zot ose mos të besuarit fare. Në asgjë, dhe ngelen rreth 1.3% janë interist.
Interesante. E vërtetë. Interesante kur thua për fillon kështu interizmi, ç'është e vërteta, pastaj kthej bësh besimtar. Ajo që s'më pëlqeu dhe mbase është komendi i vetëm negativ që mund të them për ditën e sotme, është fakti që pash në rrjetet sociale që ka filluar një lloj ndasie, nëse shqiptarët tradicionalisht kanë qenë shumë tolerant me njëri tjetrin, për sa i përket besimit të kujtdo. Dhe uronin njëri tjetrin, muslimanët për Pashk, ortodoksët guzuar Bajramin, Bektashin duronin guzuar Fitër Bajramin, guzuar na gjejmë për shumë vjet. Ndërkohë po shkojnë në rrjetet sociale që ka filluar një lloj ndasie, fatkeqësisht feja e vërtetë e Islamit është sunizmi, ç'a jeni ju, jo po na uroni ne ju uruam. Po mos ndoshta nga që më përpara nuk është se ka pasur si thua platforma siç janë tani ku gjithë njerëzit mund të shprehen. Pra shpreheshin vetëm kryetarët e grupeve të caktuara, se ato vazhdojnë shkojnë vizitë tek njëri tjetri. Nuk besoj se është kjo. Ndërsa sot për shembull është e lirë, mund të komentojnë gjithë. Nuk besoj se është kjo, besoj se deri para disa vitesh shqiptarët nuk kanë qenë tolerantë. Ne shqiptarët nuk jemi tolerantë, por indiferentë. Kanë qenë indiferentë. Besoj që ne jemi. Po absolutisht. Për sa kohë ishim indiferent, ishim dhe indiferent në pozicionim. Tani që s'jemi më aq indiferent dhe janë pozicionuar qartazi dhe praktikant njerëzit, fillon qartazi dhe shfaqja e mos tolerimit, që në fakt nuk ishte asgjë më shumë se indiferenca. Dhe mendoj se do të jetë epoka e fundit e historisë së Shqipërisë kjo pseudo-toleranca fetare. Tani fillojnë pozicione, absolutisht jam i sigurt për këtë. Kam parashikuar vite përpara, sa më shumë të forcohen bindjet dhe qëndrimet e secilës pale, aq më shumë do të shtohet dhe mungesa tolerancës fetare. Uroj të jem 100% gabim, sigurisht,